Votime në Shqipëri, votime në Parlamentin e Kosovës, votime në Vatikan, por votime edhe në Bundestagun Gjerman. Këto janë miq të dashur vetëm disa nga zhvillimet më të rëndësishme që na presin gjatë kësaj jave vërtet shumë interesante politike, ku vetëm në një vend dihet në fakt se çfarë do të ndodhë dhe si do të votohet pak a shumë. Në Gjermani pritet nesër me 6 maj të zgjedhet qeveria e re ku gjithçka pak a shumë dihet. Unioni CDU-CSU dhe partia SPD kanë arritur marrëveshje për bashkëqeverisje dhe kjo dihet. Qeveria gjermane do të ketë 17 ministri, që do të thotë më pak se Kosova dhe Shqipëria. Partitë e Unionit CDU-CSU do të kenë 10 ministri, ndërsa SPD-ja 7. Kancelari i ri i Gjermanisë do të jetë Friedrich Merz nga partia CDU, ndërsa zëvendës kancelar do të jetë Lars Klingbeil nga SPD-ja. Partia SPD akoma nuk ka publikuar listën e plotë të ministrave, por e gjitha do të dihet sot në ditën e hënë, e unë me siguri që do t'ju njoftoj me kohë me detajet. Përderisa në Gjermani dihet gjithçka pak a shumë, në Kosovë nuk dihet pak a shumë asgjë. Saga e zgjedhjeve të kreut të kuvendit dhe krijimit të koalicionit qeverisjes nuk ka fund. Plot 10 herë kanë dështuar përpjekjet për konstituimin e kuvendit. Sot do të mbahet vazhdimi i 11 i këtij seriali. Shpresojmë se të paguarit nga paratë taksapaguesve të Kosovës do të gjejnë ndonjë zgjidhje dhe do të tejkalojnë në ngërçin e tanishëm, por më pas Kosovën e pret krijimi i koalicionit qeverisjes dhe i qeverisë, e në mars të vitit të ardhshëm pritet zgjedhja e presidentit apo presidentes. Me një fjalë, Kosovën e presin sfida vërtet shumë të mëdha politike në ditët, por edhe në javët dhe në muajt ndoshta në vim. Të mërkurën në Vatikan fillon konklava, ku duhet të zgjedhet papa i ri pas vdekjes së Papa Franceskut. Të drejtën e votës kanë 133 kardinal, ndërsa për momentin nuk ka ndonjë favorit të qartë se kush do të jetë kreu i ri i kishës katolike. Ka shumë kandidat, por nuk dihet se kush do të fitoj. E për dallim prej kuvendit të Kosovës dhe Bundestagut Gjerman, ku krejt dihet dhe krejt shihet pak a shumë se kush po voton dhe si po voton, në Vatikan zgjedhja e papës së ri sinjalizohet me nxjerrjen e një tymi të bardhë. Më në fund, me 11 dhjetor, pra në fund të kësaj jave në Shqipëri, do të ketë zgjedhje parlamentare ku Partia Socialiste dhe Partia Demokratike e mbledhur me një koalicion konsiderohen si subjektet më të fuqishme në këtë vend. Për këto zgjedhje me siguri që do të flasim edhe në ditët në vim, por në këto zgjedhje ka edhe disa subjekte, megjithëse pak më të vogla, dhe parti të reja që i japin një lloj freskie skenës politike në këtë vend. Këtë javë do të kemi pra vërtet zhvillime të shumta interesante politike. Në Gjermani gjërat janë shumë të qarta dhe këtu shumë shpejt pritet të fillohet me zbatimin e premtimeve parazgjedhore, siç ka thënë CDU-ja, CSU-ja dhe kancelari i ardhshëm Merz. Sidoqoftë, në Kosovë dhe në Shqipëri situata do të jetë shumë sfiduese, po ashtu edhe në Vatikan. Ndaj, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia, mos harroni të shpërndani këto video dhe ne shihemi së shpejti pra me informacione interesante. Shpresoj që qysh sot, pra ditën e hënë, të vinë lajme të mira nga kuvendi i Kosovës, ku të mund të themi habemus kryetarin e parlamentit, ndërsa në ditët në vim me siguri që do të ketë lajme të tjera të rëndësishme nga Bundestagu Gjerman, nga Vatikani, por natyrisht edhe nga Shqipëria, ku mbahen zgjedhjet parlamentare. Faleminderit që jeni me mua dhe miropafshim së shpejti.